Shpëtoni nga zbokthi me këto 2 përbërës të kuzhinës tuaj në kohë rekord. Zbokthi është një problem shqetësues për çdo që vuan prej tij. Mjekësia popullore po ju jep 2 alternativa të efektshme lidhur me këtë problem. Ja cilat janë ato. Vaj ulliri. Zbokthi është zakonisht rezultati i flokëve të thata duke përdorur disa pika vaj ulliri mund ta luftoni këtë problem. Aplikoni disa pika vaj në flok dhe mbajini në kokë për rreth 15 deri në 20 minuta para se t'i lani flokët. Lëng limoni. Lëngu i limonit është një përbërës i shkëlqyeshëm në luftën kundër zbokthit. Konsumojeni lëngun e limonit me vajin e kokosit dhe lyeni lëkurën e kokës. Lëreni në kokë për 20 minuta dhe lani flokët me shampo si zakonisht. Kujdes, më përpara siguroni që nuk jeni alergjik ndaj këtyre përbërësve.